Prizreni, Dragashi, Suharika dhe Mamusha përjetuan krime të rënda gjatë luftës, duke përfshirë edhe zhdukjen e qindra viktimave. Para publikut, në Universitetin e Prizrenit Ukshin Hoti, është shfaqur dokumentari i realizuar nga BIRN Kosova që trajton historitë e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, duke sjellë rrëfime të familjarëve që kanë humbur më të dashurit e tyre. Është hera parë që shfaqen një dokumentar të tillë në universitetin tonë, vetë prezenca e studentëve dhe stafit akademik tregoj që aktivitetet të tilla janë më së nevojshme dhe studentët tonë ishin bukur aktiv me pyetjet e tyre, interesimin e tyre, andaj konsideroj që ka qenë e qelluar ky lloj aktiviteti në hapësirat e universitetit tonë. Rreth 1560 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur pas luftës në Kosovë, ndërsa rreth 280 prej tyre janë nga rajoni i Prizrenit, Suharikës, Dragashit dhe Mamushës. Pas çdo numri, është një familje që ende jeton me mungesën, pritjen dhe dhimbjen që nuk është shuar as pas më shumë se 2 dekadash. Për tash për mu si person që s'jam kon luftë për shembull, i falenderoj gjithë ata masporte që janë kon luftë, gjithë ata që kanë dhënë diçka për atë luftë. Pjesa e dokumentarit për mua ka shumë e rëndësishme, me i pa dikant që e ka të natë motiv edhe pse i ka humbur një familjar, me pa dikant që ende edhe sot ka atë motivin që Allah vazhdojnë me kërku për ata, për mua është diçka shumë e mirë. Pjesa e dokumentarit është shumë e rëndësishme, sidomos për mua edhe për të rit, që edhe pse nashta nuk kena arrit me kon në atë gjendje, me pas se që shukon ajo kohë. Mira familjar vazhdojnë të përballen me pasojat e krimeve të luftës, duke bartur traumën në përditshmëri dhe shpesh edhe tek brezat që kanë lindur pas luftës. Shfaqja e dokumentarit është organizuar në kuadër të projektit Shpalosja së vërtetës, luftimi i gazetarisë monoetnike dhe avokimi për personat të zhdukur në Kosovë. Se dokumentarit ishte shumë e rëndësishme, sepse ne gjeneratët e reja të cilat nuk e kena përjetu luftën, na mujna me mësu diçka për aty në dokumentarëve, na pavarësisht për asojna që kena mësu për familjarëve tonë, edhe pse jo me mësu edhe për familjarëve tjerë, cilët e kanë përjetu edhe nashta kanë humbur edhe dikon për familje tyne dhe alo nuk e kanë gjetë. Kjo neve na jep motive edhe më tepër me punu në atë aspekt për me gjetë edhe ata zhduknit që janë. Kjo shfaqje në Prizren është pjesë e një serie prej 8 dokumentarësh që BIRN Kosova do t'i promovojë në 8 rajone të Kosovës, me qëllim dokumentimin e historive të personave të zhdukur dhe krijimin e një hapësire për diskutim publik dhe institucional mbi këtë plagë të hapur të shoqërisë kosovare.